Goca YouTube-sa, por sidomos ju që jeni shikues të Ani Report, jam në Vlorë, por mbi të gjitha, jam në Shqipërinë time aq shumë të dashur, por që për hir të vërtetës është edhe Shqipëria e çuditërave të mëdha. E dini pse? Se gjithmonë kam një e dini pse unë. Po ja, këtu kemi rëmoja të merre. Aty kemi detin e mrekullueshëm të Bregdetit shqiptar, dhe ai i Vlorës është veçanërisht i bukur. Dhe nga krahu tjetër kemi një hotel nga ato shumë luksozët, ku brenda gjenden vajzat e Miss Shqipërisë. Po, përpara se të organizohet Miss Shqipëria, regjizori Petri Bozo e ka zakon që gjithnjë t'i marri miset dhe të bëj Miss Tour. Kjo në fakt është një gjë e njohur edhe për miset në vendet e tjera të botës, që jemi të sinqert pra për hir të vërtetës. Dhe ata kanë nisur turin sot. Kanë daluar në Durrës, sonte do të flenë këtu, në këtë hotel, dhe unë do të shkoj brenda dhe do të zbuloj të gjitha sekretet e një misi, ose më saktë, të gjitha sekretet e atyre që dëshirojnë të jenë të bukura dhe mis në Shqipëri. Vura re që megjithse ke kaq shumë eksperiencë, me kaq shumë vite që e bën këtë punë, vështirësitë janë gjithmonë. Po, të merresh me femrën nuk diskutohet. Femrat fajin. Ata që shohin nga ekrani duket e bukur, po në fakt është dramë. Jo dhe aq dramë. Po në fakt sot është dita e parë e turit turistik të vajzave të Miss Shqipërisë, sigurisht to përmirësohen çdo ditë. Deri ditën e natës madhe në 27 qershor nga Ulqini janë bërë gjysmë aktore në një farë mënyre, sepse ka mbi një pjesë mirë të ekipit që xhiron, një ekipit që orienton, ekipit që fotografon, të cilët japin leksionet të përditshme. Kështu që themi që besoj kombëtarja mendoj që është nga më të mira që kemi pasur në 16 vjet Miss Shqipërisë, sepse realisht këtë vit kemi pasur prurje shumë të mëdha për vajzat e Miss Shqipërisë, edhe kemi gjeografi të madhe, kanë ardhur deri nga Arizona, kanë ardhur nga Greqia, kanë ardhur nga Italia, kanë ardhur vajza që jetojnë jashtë, siç është edhe Fiorenca për shembull, edhe Fiorenca vjet Lextaka që fitoi titullin jetonte në Itali, prandaj kishim vënë emrin Fiorenca prindrit, sepse ka lindur në Firenze. Pas pak ajo mas 13 ditësh do dorëzoj kurorën te një bukuroshe tjetër, që do jetë historike sepse për herë të parë eventi i Miss Shqipërisë bëhet një kala jashtë të kufis zyrtar të Shqipërisë në kalan e Ulqimit, por në trevat tona pra në një kala shqiptare gjithsesi. Mirë, përveç vështirësisë që ka kjo lloj pune, që gjithsesi nuk mjaftojnë vitet dhe eksperjenca, se gjithmonë marrin parasysh njerëzve, okay, Petri ka shumë vite që e bën këtë punë. Këtë punë dhe shumë të tjera. Megjithatë, se më the këtë punën e femrave, a mendon vërtet se femrat janë shumë të vështira, Jo, janë të vështira në momentet kur nuk arrin dot të perceptojnë urdhrat që i japim. Janë shumë të mira kur urdhrat i zbatojnë dhe zbatojnë detyrat. Jo, megjithatë. Por mendoj që do të jetë një ekip i mirë i cili do të shkëlqejë në datën 27 qershor. Doja që ta mbylla me një koment, por është dhe pyetja në njëjtën kohë. Pra, për gjithë ata që thonë, Petri ja ka marrë dorën kësaj pune, është një punë sa me eksperiencë, aq edhe sikur fillon nga e para, se vajzat janë të tjera, janë po 16 vjeç, po 17, po 18. Misi asnjëherë një mis nuk i ngjan tjetrit, sepse fakti që ne jemi prej 16 vjetësh në shtektim do të thotë që në çdo edicion kemi një vendodhje të re, me një histori të re, me një lashësi tjetër, kështu që Miss Shqipëria prandaj edhe është interesante edhe për vetë faktin sepse është një ngjizje absolute midis bukurisë së monumentit edhe bukurisë femërore shqiptare. Kështu që them që në raportin që kemi zgjedhur kemi bërë gjën e mirë të duhur për të rizgjuar atë pjesë të monumenteve që në një farë mënyrë nuk flasin edhe për të kurorzuar pastaj me një mbretëresht bukurisë shqiptare. Faleminderit, suksese, do vi prapë mbrapa jush jam. Mirë presim deri me 27.
përjetuar kurorën e Shqipërisë, por tani kjo kalimi brez pas brezi i kurorës, çfarë ndjesie ti jep që tani ti do ta dorëzosh atë? Mërzitem pak, po jo. Mërzitesh? Pak, po. Po pse? Po, se normal mira që ta marrin gjithmonë, po jam e lumtur dhe shpresoj që misi i ardhshme të ndjej të njëjtat emocione që kam përjetuar unë. Fiorenza, megjithatë kur e nise këtë eksperiencë, pra të marrësh pjesë në Miss Shqipëria, pse e nisa? Ma shumë e nisa për të vizituar Shqipërinë, se unë jetoj në Itali dhe vendet e Shqipërisë nuk kam pas mundësi që t'i njoh. Edhe kam shëtit shumë, kam njoft vendin tim. Çfarë përfitove nga kjo kurorë? Si ta ndryshoi jetën? Kam filluar punë në Itali, kam me moden, kam bërë disa sfilata, po jo dhe atë shumë se akoma studioj unë. Studion akoma. Mirë, suksese. Faleminderit. Zemra vogël, a do marrësh pjesë në Miss Shqipëria ti? Po. A e diti që po more pjesë në Miss Shqipëria do të thotë që të dalësh në ekran? Po. Atëherë pse te ekrani im s'pëlqen ty të dalësh? Thjesht nga që po hanim bukë dhe. E po tani unë erdha aty shqetësoj kur pa hani bukë se kam ardhur të bëj një emision pikërisht në momentet mbrapa kuintave të Miss Shqipërisë. Si e ke emrin ti? Mirvina Prushi. Mirvina, pse vendose të marrësh pjesë në Miss? Më pëlqen shumë të hy në botën e spektaklit, në botën e televizionit dhe të shfaq veten time ashtu se siç unë. Prandaj u tërprove ti? U tërprova për momentin nga Ç'është kjo botë e televizionit që do të hysh kur më thua mos më merr mua në intervistë, moj. Po jo, ishte thjesht për probleme nga që ishim duke ngrënë bukë. Çfarë do doje të bëje në botën e televizionit? Varet shumë gjëra, do më pëlqente më shumë gazetaria ose diçka e tillë. Gazetaria duhet bësh shkatët, sa vjeç je? Jam 17. Po unë 17 vjeç punoja në radio. Duhet jesh shkatët dhe mos kesh turp. Po një buzëqeshje nga ekrani tani atje. Po. Pret fitosh, pret? Se di. Të shpresoj. Çfarë do ndodhte po të fitoje? Do habisja shumë dhe do më pëlqente. Mirë, të bëft mirë. Faleminderit. Goca, po ti pse merr pjesë në Miss Shqipëria? Sepse Miss Shqipëria të hap shumë rrugë drejt spektaklit të ndryshme, në të ardhmen, të hap shumë dyer. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Po ti pse merr pjesë në Miss Shqipëria? Sepse të krijon shumë mundësi për të ardhmen, më pëlqen bota e spektaklit dhe modelingut. Të pëlqen që ti je modele? Po. Sa vjeç je? 17. 17 vjeç, po bota e spektaklit në përgjithësi, si e imagjinon ti veten nëse fiton Miss Shqipëri? Unë do lumturohesha në fakt për ta fitoja, po Çfarë mendon se do ndodhte mbrapa? se di. Si e ke emrin? Polikseni. Polikseni nga jeti me origjinë? Përmeti. Nga Përmeti, prandaj ke këtë emër ti. Po. Jo, po ti përfiton se i dëgjove pyetjet që i bëra të tjerë. Po. E po unë do ndroj pyetje tani. Patjetër. Kam bëj shaka, sa vjeç je? 16. 16? Pse ke vendosur të marrësh pjesë në Miss Shqipëria? Kam marrë pjesë në qytetin tim në një konkurs që u bë dhe që atëre më ka pëlqyer modelingu dhe vendosa të konkurroj. Ti mendon që të merresh me modeling dhe ta shfaqësh veten vetëm për bukurinë tënde? Jo për bukurim, bëj shkatësim për gjutëzuarsin, do më pëlqente më shumë. Ti mendon që do të ndihmonte Miss Shqipëria për këtë? Po, goxha, po, plot. Pse? Sepse është një mënyrë e mirë për të shfaqur veten, si nga ana e bukurisë ashtu edhe nga zgjuarësia. Se këtë pjesën që thoni mos, sapo unë afrohem, kur unë për këtë punë kam ardhur, unë nuk e kuptoj. Ishte thjesht një pikpamje e parë, jo se. Si? Ishte thjesht diçka e momentit, jo se është ndonjë problem. Sepse unë kam përshtypjen që gjersa merrni pjesë në Miss Shqipëria, do të thotë që juve nuk duhet keni problem nga ekrani, a shifa ajo. Opa, e derdha unë ujin këtu. Hajde inshallah mbarsi, e. Jo, Syrim se gjithë të bukurira këtu, imagjinoni dhe unë pastaj. përkundër se jam mësuar me botën e televizionit, kështu që s'është se kam Je mësuar, problem, po. Po pse ç'ke bërë në televizion? Kam prezantuar emision në radio televizionin shqiptar. Çfarë emision? Rruzulli magjik. Më thuan çik pse merr pjesë në Miss Shqipëria? Marr pjesë në Miss Shqipëria pasi më duket si një mundësi shumë e mirë për të ardhmen, për të spikatur në botën e televizionit dhe modelingut, pasi e shoh të ardhmen time plus universitetit që do ndjek, po më duket edhe një tjetër
vjeç je? 16. 16 vjeç? Po. Pse më zgjodhet marrësh pjesë në Miss Shqipëria? Për të fituar. Për të fituar? Ishte direkt për fitore? Po. Ose na i çmim. Ose të paktën gjithsesi të marrësh pjesë? Po. Kush do të pëlqente nëse nuk do kishe mundësi që të bëje pikërisht këtë provë? Nuk e di. Se kam menduar. Përshëndetje, jam Vanisa Isaku nga Tirana. Nga Tirana. Shumë mirë. Tiranse apo? Deri diku. Nuk je dem baba dem, a? Ja. Mirë. Sa vjeç je? Unë jam 22 vjet. 22 vjeç? Nga Gocat. Më e madhe nga të gjitha? Thanë që kishte 24 apo zhgënjesht? Jo, zhgënjesht. Mirë, dëgjoj, me ty do merrem më shumë se që nga 22 vjeç. Tash do merrem seriozisht me ty. Pse vendose të marrësh pjesë? A kam patur ëndër ndër vite. Më në fund e realizova. Po pse se kishe realizuar më përpara? Po, kur i thon muka jeti, Ka jeti, a? Çfarë ke bërë ndërkohë? Gjithë asnjëherë nuk është vënë. Unë kam bërë shkollë, kam punuar. je marrë me modeling? Po, dhe me modeling. Çfarë ke bërë? Modeling, sfilata, reklama, fotomodeling. Pse e kishe me merak të merrje pjesë në Miss Ka Shqipëri? shumë merak, seriozisht. Po pse? Më pëlqente shumë. Një çfarë të pëlqen që bukur me gocat, me spektakle të ndryshme. Do me thënë ideja që të takosh njerëz? Po dhe kjo. Dhe kjo. Po mirë, çfarë të ndryshonte të fituarit të Miss Shqipërisë? Nuk e di. A se mendon? Është shumë lumtur. Doj, po, është shumë lumturi me vërtet. Po pse? Që je më e bukur e Shqipërisë. Nuk është kjo, po. Fitore. Punon ti? Nuk e do fitore. Punon? Punoj. Mendon se do të ndryshonte punën e jetës tënde fitoria ose profesionin tënd, të ardhmen tënde të fitosh Miss Shqipëri? Ndoshta edhe kjo. Po, Mendon, a? e mendoj. Ta bënte. Si, çfarë do bënte për ty Miss Shqipëria? Po çfarë them, nuk e di. Do e ndryshonte po se ti se Do si? ndryshoj. Mirë, Për mirë gjithmonë. mirë, sukses. Faleminderit shumë. Ua, qa goce ti. Shiko, po këtu lulja më e bukur je ti, moj. Unë jam kështu nga rruga. Gjithashtu. Si e kemi? Anisa Petrela. Moj të vura re unë ty kështu që edhe në përgjithësi kur bëj këto sfilate që më shkata isha. Rreth rrotull. Edhe më e nxira që kjo. Ashtu, çik solar ç'të bëj? Me solar. Me solar, me E ke marrë seriozisht do fitosh Miss Shqipërinë ose s'ka? Jo, mendoj fitoft më e mira. Si më shumë e mirë. Se të gjithave. Ti je shumë Mirë jam, po tani varet. gjitha. 19. Sa vjeç je? 19. Çfarë bën? Me çfarë merr në shkollë? Unë shkollë, fushën e mjekësisë, fizioterapi, jam njëkohësisht palestër, kujdesem për trupin. Shish. Allaj. Po ti e paske profesionin tënd, shkollën e paske? Na mungonte. Po ç'e do Miss? Po më pëlqen si eksperiencë, spektakli shumë, argëtimi me goca, turneo. Hami. Ç'kemi? Mirë, Mire? mirë, Si po ja kalon? mirë. Pse po merr pjesë këtë Miss Shqipëria? Sepse më pëlqen, Ç'a të pëlqen? marr pjesë. Po pse të pëlqen më të marrësh pjesë? Më pëlqen kaq. Kaq. Më duket se nuk e di shumë mirë ti pse po merr pjesë. Marr sepse më pëlqen. Përderisa më pëlqen diçka, interesohem edhe Mendon se do të hym punë për ndonjë gjë apo? ndoshta po ndoshta jo. Të celularin kaq të bukur. Sa ka për dhuratë? Babi. Babi, ë? Çfarë bën babi mi? Babi jeton në Belgjik. Ah, sa mirë. Prandaj jeton jashtë shtetit, ë? Po. Po ti jeton andej apo? Jo, jetoj këtu. Shumë mirë, studion çfarë bën? Po studioj. Sa vjeç je? 17. Si e ke emrin? Angela. Angela, çfarë ti thuash gjithë atyre që po të ndjekin në këto momente? Ti si pjesëmarrëse në Miss Shqipërinë. Faleminderit që më ndjekni. Po në një mesazh aty kërkosh të të votojnë a kështu gjërash jo? Raf të pika sa e turpshme që qenë ke ti. Po ka që turpshme sa jeti, si do marrësh pjesë për Miss ti moj? Si e kemi? Abigaila Tahiri. Si? Abigaila Tahiri. Abigaila. Abigaila. Nga jeti Abigaila? Nga Vlora. Që kemi në shtëpinë tënde. Po, jam. Ani migrase, dua unë atë supën. Dëgjom. Përdora. A më tregon një çik, se po merr pjesë në Miss Shqipëri. Po sepse është një kulturë e re. Edhe domethënë ke të bësh me njerëz. Kulturë? Po, është një kulturë. Kulturë e re të merresh me marrësh pjesë në Një Shqipëri. lloj kulture. Fiton, ke ça fiton, domethënë dhe ke të punosh me njerëz të ngritur, me njerëz që ke diçka për të mësuar. E kuptoj, çfarë ke mësuar deri tani? Si te Ndonjë gjë. si ti jem femër, si ta
ndjej skenën, emocionet, si të përballohem me frikrat e mia, çdo gjë. Ajo është më e turp shpjami, ajo atje. Me sa duket, po. Ti je një nga ato që qeshe? Po, po jo për keq. Se ajo është shumë e ëmbël, ndoshta prandaj, se është shumë e ëmbël dhe shumë e mirë. Shumë ndoj thonë. Si e ke emrin? Anisa, Anisa, sa vjeç je? 19. Anisa, pse do ta fitosh Miss Shqipërinë? Ndoshta se i përmbush të gjitha kriteret që duhet ketë një mis. Po pastaj çfarë do ndodhte me jetën tënde? Kjo është, besoj, është një mundësi e mirë për të zhvilluar dhe të ardhmen. Shiko tani se kam ardhur unë të bëj intervistë këtu edhe nuk po ha asnjëra se i hikën buskuqi. Hani rahat. Si e ke emrin ti? Sara ka unë. Ua Sara. Po ti qenë nga dashja ime? Po gjatë si e ke apo dhe shkurt dhe gjatë? Shkurt gjatë. Shikon ti edhe Sara edhe gojën e madhe si e imja. Më e bukur se e imja. Po mirë. Me dhëmb shumë të bukura. Sa vjeç je? 18. 18? Po. Mirë, komplimente njerë që nke shumë e bukur, më thuajnë qik pse do që ta fitosh Miss Shqipërinë? Po sepse shoh si një rrugë shumë mirë për të ardhmen. Po që do t'i bëj të ardhmes tënde mi se një përgjigje? Televizionin, pëlqen televizionin. Ta bëj dhe unë një emision si ty. Ah, Sara Show, po Sara Show. jo, Sara Show është prapë e imja. Është pa da. Mirë, shiko tani. Okej. Dakor, të pëlqen bota e televizionit, po pse mendon se duhet marrësh pjesë për Miss për hyrë në televizion? Po sepse Ja, unë nuk konkurova për Miss asnjëherë. po mirë, unë e provoj ndryshe, kam mënyrën time. Mirë, kjo është e vërtetë. Që ke njësh për televizion, pas ka ardhur kot këtu. Po. Ka që mençme sa që ke ti? Po atë mendimin që kanë njerëzit që vajzat që marrin pjesë për Miss, Misset, modelet nuk janë shumë të zgjuara, kështu ç'më mendim ke për këtë gjë? Po, duhet vinë vetë, ta shikojnë. Gjëra po jo. Dgjoj, thuajnë çik atyre që po të ndjekin. Mushi pak mendjen që të votojnë për ty. Tani, votoni numër 4, nëse ju pëlqej. Nëse ju pëlqej, votoni prapë. Se dua dal televizion. Se ju a kam borxh. Ah, okay. Si e doja lash të gjithë. Ja, ma bash e bash. Po nuk ja lan ta. Ani. Qa muhabeti po bëj? Le supën për ty sa ma? Po nuk kam Si e kemi? Se s'ke urtëla. ku ta di unë. Ka emocione. Ke emocione? Po. Pse? Apo merr pjesë në Miss Shqipëri? Është herë e parë që marr pjesë në një eveniment të tillë. Që den televizor, a? Po. Pse zgjodhet marrësh pjesë? Sepse mendoj që është një eksperiencë shumë e bukur edhe një mundësi e mirë për të ardhmen. Po çfarë do bëj të ardhmes tënde mi? Po bëhemi çike njohur tash, njihemi çik. Që ke njohur. E kuptoj. Po pastaj u bëre e njohur, pastaj çfarë do bësh? Pastaj do shfrytëzoj këtë Njohjen njohjen edhe për të shkuar ku? varet sa rrugë më hapet. Ka dhe mënyra të tjera. Okej, po më pëlqen fusha e modës. Ah, mirë pra, të pëlqen dhe modeling. Po, po. Çfarë do t'i thuash atyre që po të ndjek? Votoni për mua. Sa sy të bukura që pas? Faleminderit. Po flokët kush t'i ka rregulluar? Vetë. Si veti ke bërë në dhome? Po. Në dhoma hotelit vet? Po. Për këto ndet apo i ke këto? Jo, i kam bërë. Çfarë thua me? Po mua do më zbukurosh çik pastaj. Po, pse jo? Dgjoj. Po kush vet të ndihmojnë në një nga shoqet e dhomës fare? Jo. Dgjoj, po ziheni me njëra tjetrën? Ja, shkoj mirë. Jo me këto këtu, po me ndonjë andej për shkak. Zihemi ndonjë. Edhe ziheni. Po për çfarë ziheni? Ja, zihemi, do me thënë kuptimin e mirë të fjalës. Po uzure s'ka kuptim të mirë aty, o zihesh o nuk zihesh. Thjesht, ndoshta sa për pak, nuk është se zihemi. Shumë. Dgjoj, po me siguri që ka goca që i keni natë dhe ca që si keni. Jo, s'kemi natë. Mashtron thot ajo se kemi natë. Jo. Sa duash. Unë s'kam natë. Nuk kam natë. Mirë. Pse do duhet ta fitojë Miss Shqipërinë? Për të bërë famshme? Po ju jeni 30 e sa që merrni pjesë? Po mirë, akoma më e Të famshme. gjitha një gjë doni ju? Po ka ndonjëra që kanë një dëshirë tjetër? Të gjitha të famshme doni të bëheni? Ja doli te emisioni im, jeni të famshme të gjitha. Me emra, me mosh, me Çfarë do t'i thuash atyre që po të ndjekin, ha? Tregojen çik veten që Numër 22. dakor, pra do ta fitojnë 22-shin ato që ta fitosh ti Miss Shqipërinë. Tani unë po t'jap mundësinë që me emisionin tim ti t'ja shpalosësh talentin tënd që të bëhesh e famshme, ha? Bëj ndonjë gjë. Çfarë tham unë shkreta? Ti do të bëhesh e famshme. Se unë për shembull që u bëra e famshme fola me fjalë pista. As bëj ndonjë gjë te ti. Ja, s'kam çfarë të bëj këtu. Jo. Jo. It's yourself. Yep. Ku jeton
pse flet anglisht ti Tiranse? Tiranë, më falë. Jam nga Si e Tiranse dhe Babade? Tiranë, jam nga Përmeti. Shumë mirë nga Përmeti. Po anglisht pse flet ti përmetare? E bra për homar. Ishte humor. Se s'po e ha supën, ke 2 orë që t'ka. Nuk pëlqen. Të pëlqen? Du të çoj pak te tavolina ime. Okej. Faleminderit. Pse po merr pjesë Miss Shqipëria? Kot, s'ke ndaj punë prandaj, a? Sa vjeç je edhe një? 16. Po prandaj kot, je vetëm 16 vjeç suksesa. Ziheni shpesh me njëra tjetrën migra? Deri tani fare. Ja. Si ishe 16 vjeç dhe si je tani që je 20? Kur isha 16 dukesha si 20, tani që jam 20 dukem si 16. Po kjo është gjë shumë e mirë. Po besoj që kur ishe 16, ishe pak më goc. Më goc. Si e më vajz tani? Tani jam zënjur. Tani ti je zonjur sepse ke bërë dashuri. Po. Të gjithë bëjnë dashuri. Nuk thuan këto gjëra kurat. Kjo është e vërtet, nuk thuhen këto gjëra kurat. Jo, megjithatë, thuj po ose jo se 20 vjeç është turp thua që s'ke bërë dashuri ndonjëherë. Po jo, se kam për turp fare, po Gjithë bëjnë dashuri? po. Shumë mirë. Tani më thuaj pse do ta fitosh Miss Shqipërinë? Pse ke ardhur këtu? Kam ardhur dhe unë si Angela për qef. Angela është 16, ne ka ardhur për qef. Ti s'ke ndonjë punë 20 vjeçë? Kam, absolut. Çfarë pune? Unë jam studente. Student? Ja, po. Për çfarë studion? Dhe për frëngjisht. Vit për frëngjisht? Po. S'keni kështu sezon e gjërave? Unë e barova. Bravo. Si I mbylla të gjitha, kështu që bravo, bravo. Ma thuash pak emrin? Engji, çfarë ti thua gjithë atyre që po të ndjekin? ta ndiqni dasarën gjithmonë. Edhe ta votoni këtë tavolinën këtu. Ua, qa goce që ke ti? Ti e goca e vetme që the votoj të katërta. Të gjitha më votoni mua. E po, altruiste. Bravo, je me vërtet altruiste. Më bëre shumë përshtypje, bravo. Faleminderit. Je një 20 vjeçare e denjë Faleminderit. për Shqipërinë. Inshallah e fiton Miss Shqipërinë. Hajde gëzuar. Opa. Po ti mi bukurose, sa vjeçë je? 20 vjeqe. 20 je dhe ti, të me thënë ke bërë dashuri dhe ti për herë të parë, ha? Tani, si që tha dhe gotë. E pra, Duke... po ham buk tani. Po pra. Ku je këtu në WhatsApp, Viber, qa po bën? Instagrami, normal. Në Instagram, normal. Gjithkohës të tregosh dynja sa fotot bukura po bën tani që Updated pra. Updated, of course, updated. Po. Po pse flet anglisht, më hëngrët? Po, kam lindur në Amerikë edhe hajt. Ke një lloj ngjashmërie kështu me Valbona Çopën, e njeh kush është? A ka thënë njëri këtë gjë? O, po, aja që jeton në Kaliforni. E kam kuqit. Çfarë thua, kushi? Jo, kështu. Nga je me origjinë? Shkodra. Nga Shkodra. Më thuaj një çik pse more pjesë te Miss Shqipëria? Po thash, hajt nga që jam 20 vjeqe ta mbylli këtë pjesë. Ti provoj gjitha eksperiencet. Edhe është e veçantë. Eksperiencë e veçantë. Sa vjeçë jemi? 20. Vetëm këtë keni marrë 16 vjeç? Pas keni vënë në mes të 16 vjeçare dhe talleni me të. Ja, ta jo me ne. Tallet ajo. Po. Dëgjoj tha që tallesh ti. Jo, ajo e merr për tallë, unë e marr për shaka, pa të keq. Mirë. Dëgjoj. Është një nga arsyet që po merr pjesë ti kemi në Shqipëri që dalësh në televizion? Jo. Shumë mirë. Ishe kotja, rrova, unë ishe 16 vjeç. Po ti? Po, normal që është, përderisa është një spektakël që ndiqet në televizion, është dhe kjo arsyeja pse marr pjesë. Dalësh në televizion? Po. Qa keni që qeshni me të madhe? Po të imitojmë ty. Mua? Me ty. Unë imitoj njërë mua. Po pash Merë par telefonin, merë. të pash par Intervistove pak ato, intervistove. Lelën, po. Ha. Me ti pse ke ardhur? Po, përqej për eksperiencë shqip. Ti më ishe pa punë shtëpis? Po ja rrasën mikrofonit me dorë, vazhdo, fal. Je pa punë ti që vjen këtu? Ha? Po ecmi. Hajde, sillemi po, përçej. Po të kemi? Po ti me ti fëskush, unë? Po tjetër çfarë them? Po, kështu ke pas një dashur apo? Lutem bahajm. Lutem se pa ha. Po ha, dhe shetrush me gota. Po intervistoni tjetër, ku e di unë ja, atë se ato 16 vjeçare se si Ja, shtetërsh me po, fare. po. Ha. Po ti mi pse fal çik kështu? Smart. Po,
turshme goca, s'ka faj, 16 vjeç, s'ka pat kamer me sy. Pafti. Ka shumë simpatike jam. Po jo. Moj, me vërtet e keni juve që po qeshnit me mua tani? Ju ka imituar të gjithve kjo këtu. Edhe merë dhe radha mua, a? Dgjoj, po jam i shive sa bukur mi, më falë dhe njerë si kështë emrin i që duart. Kristi. O Kristi, Sylarushja ishe ti. Më falë tani, erdha të bëra intervistën? Të pyeta, çfarë do të bëhesh? Ja pra imituse, thoshe do fitoj Miss Shqipërinë se dua të jetë një mundësi që nesër të bëhem një imituse shkëlqyer. Ja, unë nuk du të bëhem imituse, unë thjesht e bëj të gjë për qef. Kur mblidhemi me ne ishte bep me ne gjë. Përse bepe? Po, përse bepe. Gjam, thujt vërtetën, kë ke më inat nga gjitha? Po, nuk e di, nuk di këtë zjedhë më përpara. Gjitha inat? Ka shumë kam inat. O, bo! Si do vjam ke gozat më të bukura që ka misi që ja, sa të bukura. Si? Ti Elbasan Lie më thanë që je, aty do resh, urt aty. Ke për ti, ka zhjuk. Se do të shkosh në banjo, pse e keq? Buzët, a? Ke ngrënë dhe të kajk buskuqi, a? Ti ke buzët e bukura njësoj, mi sa vjeqe je? 17 mi zoku. Ti ke buzët e bukura vetë. Po me Viber, a? Kush? Mami. Qa thot? Mami me Viber, a? Sa vjeqe ke mami? 35. Mami është 35? Kur ka boti mami mi 5 vjeqe? Jo. Sa vjeqe jeti? Unë jam 15. Sa më thëmë 15? 20 vjeqë pas ka po mami shumë herë. Mare. 18 vjeqe? 18 vjeqë ka që? Po, 17-18. Nga jeti? Nga Ulqini. Nga Ulqini, a? Atje ku do të bëhet? Po. Këtë vit, a? Ti do ta fitosh më duket? Jo, se di. Mami të ka ndaluar ti heqësh ato qimet ke ka? Jo. Kur të marrësh pjesë hiqje, a? Po. Po ti mi bukuroshe që qesh me atë, nxirë një shiki. I ke hequr qimet? Po solarin ku e? E mora në Shkup. Ha? Në Shkup e mora. Nga e Maqedonia je? Po. Nga Maqedonia. Dëgjoj, atë filmin me Sandra Bullock e ke parti? Cilin? Atë pra me Miss, që Sandra Bullock del aty. Po. Ja vjetë kurore. I ke parë si shqyen për flokësh? Po. Ke ndonjë inat këtu? Jo, unë s'kam. Si jo? Seriozisht nuk. Je shumë e bukur ti çat kesh inat, s'ke nevojë fare, s'kesh asnjë. Dgjoj. Pse të more pjesë ke Miss Shqipëria? Mora pjesë se më shtyni vllau dhe motra. E kemi traditë edhe motra ka qenë mise. Edhe e keni traditë familjare, po. Misë lëkun, ë? Po edhe gruaja e vllaut njëjtë ka qenë mise këto. Gruaja e vllaut, motra? Edhe unë tashte. A jeni gjithë si familje, do e keni si kriter. Po. Dhe me thënë vllai, po mos ishte gruaja misës, do e kishte marrë? Jo. Asnjëherë. Se kishte fut nuse në Jo,